si sistemit e konfirmoi nevojën për vendosjen në funksion të këtij sistemi me qëllim rritjen e sigurisë në komunikacion. Imagjino 231 çka ka bërë? Ky ka testuar, a regjistrojnë deri në këtë shpejtësi kamerat apo jo? Jam e shokuar, momentalisht nuk di si të reagoj. Për rikujtim sistemi... Çfarë ka dashur ti hap ato, si thonë, turbinat e veturës, ti testoj pak... Propelere që të fluturon, no? Ti teston apo i qarkullon mirë vaji i veturës. Domethënë, ja që kemi edhe mendje të tilla që kanë testuar makinën, a regjistron, a funksionon mbi 230 apo jo? Ta them një gjë. Thuaj Valbona. Burg 5 vite. Për këtë që ka bërë. Po, në qytet. Urdhëro. E tham Valbona. Në qytet, 230 vjet. Në Unazë, rreth Shkupit, domethënë në Unazë, ku është e shënuar 120 maksimumi aty. Dhe ky Byrazeri ka vozitur 231. Byrazeri do të themi ta viziton Gjermaninë, Zvicrën, në ato autostradat pa limit dhe ta teston veturën e tij. Në këtë rast me siguri edhe nëse kamerat e kanë regjistruar, unë besoj që ligji nuk do vlej për këtë. Ligji që është në këtë fazën e testimit, besoj që do të penalizohet për këtë që e ka bërë. Jemi në fazën e provave, jemi në fazën e eksperimentimit. Nëse një vetur... 231 kjo është parametri. Nëse një vetur në qytetin e Shkupit, pra flasim për qytetin, në zona ku është të lejuar 50 shpejtësia, nëse të zgjedh ndonjë vetur tani për momentin që vozit 100 apo 110, 120 në qytet, unë do të ndëshkoja. Po do e fotografojmë dhe të raportojmë, pse jo? Jo, këto kamera që do ta kapin se i sete, edhe pse është pjesa periudha... Edhe ne si qytetar duhet ti ndëshkojmë, duhet ti të paktën ti fotografojmë.